Pas daljes nga koalicioni Vlen, ende mbetet enigmë fati kryetarit të Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, se ai dhe partia e tij nga do të rreshtohen, do të vazhdojnë të mbeten në qeveri apo do të largohen edhe nga atje. Koalicioni Vlen vazhdimisht ka akuzuar Taravarin se ka marrëveshje me BD-n, ndërsa për këtë sot ka folur kreu integristeve Ali Ahmeti. I pyetur nëse do të ketë bashkëpunim me Taravarin, Ahmeti tha se kjo situatë do të shqyrtohet nëse ai del nga qeveria. Do të thirren të gjitha palët e frontit dhe të shqyrtohet atër situata. Sigurisht ne vlerësojmë hapin e guximshëm të zotit Taravari që e ka kuptuar shumë herët që kjo qeveri s'është asgjë më shumë se sa një qeveri antishqiptare. Akoma nuk është ndërtuar një strategji në këtë drejtim. Ai mund edhe të largohet. Po këto janë çështje të zotit Taravari, nuk janë çështje të Bashkimit Demokratik për Integrim, as të Frontit Evropian, janë çështje të brendshme që zoti Taravari do t'i drejtojë dhe do t'i menaxhojë. Megjithatë, kryeministri Kristian Miskovski shumë shkurt pohon se koalicioni qeverisës funksionon në mënyrë të shkëlqyer dhe pa precizuar se ku dhe kur, tha se do të takohet edhe me Arben Taravarin. Среди вас Таравари. Пак се случи, да. А каква е съвпадът в младената коалиция, господин премиер? Отлично. Отлично. Kujtojmë se largimi i Arben Taravarit nga koalicioni Vlen erdhi pas kërkesës së tij që në zgjedhjet lokale të garojnë me lista të veçanta për këshilltar, gjë që nuk u pranua nga partitë e tjera në koalicion dhe të njëjtit e shpallën të vetë përjashtuar.